Faleminderit ju. Një nga gratë, një nga zonja, sa e vështirë është jetosh në fshat me këto kushte? Shumë e vështirë. Si e ndërton jetën ti tek familja juaj? Si? Me të keq. Me të keq. Po. Me vështirësi. Unë kam vajzën tani në shkollë. Do detyrohem, do iki poshtë tani, se këtu nuk mundet, se s'ka mundësi që unë ta ushqej, si mund ta ushqej u vajzë këtuja. S'ka punë, do detyrohem, do iki në Kuçov, të blej shtëpi me qira, të punoj që dhe vajza ti ketë kushte. Pra dhe ti po mendon që ta lësh të fshat Po normale, se s'mundet këtu. Nuk mundet. Po iku vajza këtu i bie që të mbyllet shkolla. Po ç'a të beju? Unë dua të jap një mundësi më të mirë vajzës. Trisht. Nëse Keq më vjen, po tani kur ata nuk bëj rrugën. pra po bë rruga ti nuk ikën. Nuk iki, se vajza vazhdon shkollën dhe unë mund të blej makinë vete dhe vete në punë punoj, vi. Po ku mund ta marrësh makinën tani këtu? Këtu në fshat nuk bëhet fjalë që. Jo. Po u bë rruga jo. E kuptoj. Faleminderit. Zoti kryeministër, folën trosh banorët e Velagoshtit. Shu kanë folë dhe herën e parë. Ishte pak më mirë rruga atëherë. Sot është tmerr. Kur ky fshat me 200.000 rrënjullinj është pa rrugë, ku shkojnë parat e taksa paguesve shqiptar. Banorët ta bën ftesën, hajde këtu në baltë me ta dhe diskuto problemet që ka fshati. Ky është emisioni i dytë nga Velagoshti, miq. Urojmë me shpirt mos ketë një emision të tretë, sepse do të jetë pamundur të hymë, ndoshta do vim me këmbë. Me këtë degradim që ka rruga dhe me këtë përshpejtim të prishjes së kësaj rruge, do jetë pamundur për emision e tretë, do duhet vetëm të vim me këmbë ose me mushka, si që moti. Takimi rrallës do të jetë të premten tjetër, deri atëherë, nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.